Kur neve e përdorim mjekësinë estetike për egon ton, për të lënë gjurmë tek të tjerët, që të tjerët na shikojnë neve si qendër të jetës tyre, për shkak të pasionit, për shkak të joshjes. Atëre këtu del një problem i madh. Neve këtë bukuri nuk e kërkojmë nga nevoja dhe domosdoshmëria, e kërkojmë nga egoizmi, nga uni. Ky është problem pastaj. Nëse ti kërkon të zbukurosh veten tënde për të ndarë nga të tjerët, për të bërë i veçantë nga të tjerët dhe për të rrequr vëmendjen e tjerë, për të bërë ti qendra, shoqëria jonë sot me povuan nga ky problem që nuk është një problem i modern. Është i lashtë. Po shikojmë te grekët e lashtë, ata i dhanë shumë rëndësi fizikut të jashtëm. Në atë kohë, statusi në Greqinë e lashtë ishte pamja e jashtme, kurimi i gjithë trupit, një trup atletik, ishte fytyra kozmetika që bësh në atë kohë, depilimi i trupit, edhe mashkull e femër. Prandaj edhe sot, po kthehemi tani tek trupi, duke bërë trupi një illull, po bëhet një bum i madh, një epidemi. Dhe sot po shikojmë njerëz që po bëhen plastik, disa kuklla që humbasin identitetin e tyre.